Avokat, ju thatë se autori mund t'jap mesazhe konkrete kur të rrëfehet përpara po themi drejtësisë apo qoftë edhe në gjykatë. Përveç atyre që përmendët, çfarë mesazhesh konkrete mund t'jap apo thjesht do rrëfej versionin e tij? Nuk është se do jap vetëm ai mendoj, do të ketë edhe të tjerë që do japin. Ne pamë shumë shpejt disa raste, disa rrëfime të qytetarëve shqiptar që të vjen me kjajt kur e një gjë çfarë ka ndodhur, qoftë me ky gjyqtar, qoftë me të tjerë. Pra është e tmerrshme. Ti thush atij tjetër shko se e ke venin në burg edhe rri atje hapa lek, janë gjëra të tmerrshme. Nuk kanë kuptim. Pa nuk mund t'i thush, ti jep vendimin, çështja jote e vendimin edhe ik puntanet, po nuk mundesh ti ta merresh. Pra për interesat, pra ne them unë, interesat e politikës për ta denu këtë person, ose tjetrin, janë këto që japin frytet tani në një liri që njerëzit janë të shtypur, janë krejtësisht të pafuqishëm për këtë gjë. Zoti Pietra, si është e mundur që shteti, struktura shtetërore, por edhe vetë sistemi i drejtësisë, siç ju e përmendët, në fakt nuk ka arritur ta zgjidhë këtë çështje të palëve në konflikt që vijonte që prej vitit 1992? Unë të them ty një rast tjetër që e kam timin. Është një kërkesë pa di në Shkodër, ka 5 vite që nuk ka caktuar datëgjyqi gjyqtarja. A kupton çfarë do me thënë? Tani çfarë duhet të bëjnë ai familjarët? Ne kishim një rast në gjykatën e apelit, një klient i jon, kishte ardhur edhe ai me armë, kishte ardhur një grua shkreta, i kishte vdekur burri, kishte ardhur, thotë do ta hellë gjithë gjykatën. Pra ishte shumë e indinuar. Dhe sa pa arriti shqyqër që nuk ishte në momentin kur dha vendimin gjykata, nuk ishte e pranishme. Se po t'ishte e pranishme, do kishim pas një katastrofë tjetër më të madhe. Sepse 3 gjyqtare atje, masi ishte vdek burri vet, kishte qenë vitin 2014 në përgjigje, pasi kishte fitu të gjyqet, i ardhëson gjykata apelit, dhe personi i cili ishte kundërshtar e luti e zotëri i tha, ti jap 100.000 euro për dashurimin dhe ta mbyllim me marrëveshje dhe nuk pranoi. Dhe ky ishte mesazhi që nëse nuk i don ti, do e jap gjyqtar. Zoti Pietra, si mendoni, a rrezikon tashmë megjithëse përflitet autori që mund të bëj burg të përjetshëm, apo e ka marrë parasysh siç thatë edhe ju që në momentin që ka kryer krimin? E ka ditë shumë mirë. Dhe e din shumë mirë se çfarë e pret. Nuk është i diskutueshëm dënimi. E din edhe ai vetë që nuk është i diskutueshëm. Por ama nuk ka rëndësi dënimi i tij për shqiptarët, zotëri. Ka rëndësi që institucionet shqiptare të marrin masa me të tjerë, jo ma të rrinë dhe të presin këto situata të ndryshme. Zoti Pietra, në këtë rast, sa kanë ndikuar kërcënimet ose më saktë ato revoltën që ka pasur kryeministri Edi Rama ndaj vetë gjyqtarëve kohëve të fundit? Ajo që ka qenë një tjetër indicje e cila ju ka hap rrugën qytetarëve për të vepruar në këtë mënyrë që po veprojnë. Në këtë rast, sa duhet të ndihen të rrezikuar njerëzit e drejtësisë nisur nga kjo ngjarje e fundit, e cila duhet thënë që në këto 35 vite është hera e parë që ndodh një ngjarje kaq të rënditshme që të vritet një gjyqtar brenda sallës së gjyqit? Në qoftë se e kuptojnë dhe në qoftë se këta gjyqtarë të tjerë që japin vendime politike, pra duhet ta dinë që janë të rrezikuar në çdo kohë. Ky popull, këta njerëz nuk durojnë më. Pra kanë duruar një 50 vjeçar pa ballarët e tyre, po jetojnë edhe 30 e sa vite po vuajnë për një drejtësi që s'ekziston, dhe tani çfarë duhet të them unë tjetër në këto kushte kur ekziston një e mundshme gjithçfarë me ndodh. Pse tham mund ndodhin gjithçka? Sepse jemi
jemi në një pikë që nuk ka shpresë, që drejtësia është e pa shpresë në Shqipëri. Dhe gjykatat pra japin vendime, nuk ka rëndësi vendime se në mes të dy palëve njëra palë të dalë e fitume, jo të dyja, por duhet të afrohesh sa më shumë asaj drejtësie të cilën me të vërtet i takon personit. Pra këtu nuk ka zgjidhur problemi i pronave asnjëherë dhe s'ka për të zgjidhur, sepse do në vetë. Ai nxjerr ligjin e legalizimeve dhe ka 20 vjet që s'ja ka legalizuar. Dhe pastaj për interesat tyne fillojnë edhe i skualifikojnë për t'i liru hapësinën për të bërë pallate 20 kaqe, 30 kaqe, 50 kaqe. Çfarë do thot kjo? Pra, nëse do goditet, unë e kam thënë gjithmonë që këtu nuk ka mafje, se po të kishte mafje, nuk kanë nevojë që të vrasin njëri tjetrin ose këta, do i hidheshin tek politikanë. Ata do të vriteshin. Por këtu nuk ekziston mafia, ekziston halli i cili i ka dhënë njerëzit dhe i kanë barë që nuk çojnë kokën dot. Dhe kjo situatë nëse nuk do zgjidhet, do kemi katastrofat mëdha. Po ta them shqip sepse ne kemi informacione se në zyrat tona vijnë njerëz duke qajt, nuk ka dalë gjyqi. Ka 7 vite nga shkalla e parë në apel. Janë bërë me ka 20 fëmijë, nuk merret xhavesh dhe nuk ka zgjidhje. Gjyqi do pasoj gjyq tjetër dhe do bëhet një katastrofë e madhe me gjyqësorin në Shqipëri. Zoti Pietra, dhe i pyetje fundit, a mendoni se kjo ngjarje po themi ka hedhur në erë ose ka hedhur poshtë sistemin e ri të drejtësisë që u reformua me aq bujë përderisa shkon deri në këtë pikë sa nuk jep dot drejtësi për njerëzit e thjeshtë? Ishin interesa politike që të largojmë nga sistemi drejtësisht ata që nuk i binden dhe të marrim ata që i binden. Pra në qoftë se themi që kishte një vetim, vetimu ishte për të gjetur njerëzit që do ishin pro dhe ngjitur me politikën, jo kundër tyre. Zoti Pietra, a shërben ky rast pra që njerëzit e drejtësisë tashmë t'i përshpejtojnë proceset, sidomos gjyqtarët dhe gjykatat i përshpejtojnë proceset dhe dosjet dhe t'i zgjidhin ato sa më parë? Nuk është faji i gjyqtarëve. Gjyqtarët, pra, nuk kanë çfarë bëjnë më shumë se 10-15 gjyqje në ditë. Mungesa e gjyqtarëve, institucionet duhet zjerrin, duhet marrin masa për caktimin e gjyqtarëve të ri, për caktimin e nga rrallë e kujt të donë, të marrin gjyqtar për një afat 3 vjeçar, të japin zgjidhje. Në qoftë se gjyqtari s'ka çfarë bën vetë, dhe gjyqtari thjesht edhe sikur ti marrin ato vendime nga ai moment, ka për shkunja 20 vjet dhe s'ka për të arritur me ullon gjitha këto çështje me u zgjidh në gjykat, se është e pamundur. Pra është bani gangren. Tani derisa vetë këta të qeverisë, se ata e kanë fajin, derisa këta miratun se nuk e miratoja shtetet e treta të kadrëta në botë, nuk e pranon këtë vetim që e pranoi Shqipëria. Pra, se e panë sa është i dështuar, jo për një gjë tjetër, por këtu thënë, po vim, marrim lek, dhe vinë këtu, qoftë ambasadori amerikane, qoftë ajo e Këshillit të Evropës, erdhen këtu edhe kur ikën me vila 1 milion euroshe, ikën qatë të mund, me pasurit prallore. Por, tekush, kur e panë që ekziston pra mundësia për të bërë lek në Shqipëri, banë edhe ata. Zoti Pietra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.